Në ditët e para, kur dalin prej spitalit Blerona, tha dhe Liseta në mas 3 ditëve kur i vizitoni dhe kontaktoni, cilat janë, ta themi, në thojza, ankesat e para që ja u thojnë, ose frikat. Për shembull, unë mbaj mend, kur i mbaj për herë parë non, kisha frikë mos po lëndojnë në pozitën që e mbaj bebën. Cila është ajo frika më e madhe? Frika më e madhe është nonat kanë pasiguri. Fillimisht kanë pasiguri apo ja dalë me kujdes për bebën, mandej apo ja dalë me ushqy bebën si dohet. Mirë po gjatë vizitave, na i kemi primare nonën edhe fëmijën. Gjithë herë gjatë vizitave japim këshilla rreth gjithëdhënies, benefitet e gjithëdhënies, monitorojmë zhvillimin e fëmijës, masin, peshën, gjatësinë, perimetrin e kokës, gjithëherë jemi në kontakt me nanat. Mandej nana gjithëherë ndjenë sigurta kur jemi prezente aty. Sa të pak mundohemi me ofru mbështetje, se dihet kjo koha është shumë e ndjeshme, edhe për nanën, edhe për jetën e re që sa po ka fillu.